Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kreu i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, i bëri thirrje publike liderëve të partive politike parlamentare shqiptare për të rifilluar bashkëpunimin ndërmjet subjekteve. Sela theksoi nevojën urgjente për koordinim, duke shprehur se situata aktuale kërkon një komunikim të drejtë për drejtë mes forcave politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Kjo të jetë vendi ku bashkohen gjithë ndasitë që krijohen si rezultat i zgjedhjeve, jo për të pi kafe me njëri tjetrin, por në emër të disa pikave programore që i premtojnë përpara qytetarëve. Ku diun, për këtë cikël zgjedhor 3 ose 4 ose 5, për ciklat tjera zgjedhore 3 ose 4 ose 5 tjera, por që do realizohen, jo të ngelen në nivel premtimesh, dhe kjo është forma më e mirë se si përfiton shqiptari. Ndonse vjon gjua e urrëties së tifozëve maqedonas ndaj shqiptarëve, ende nuk ka reagim nga institucionet. Në ndeshjen me Sport Klub Vardarit dhe Tikveshit e vlefshme për javën e 29, vendasit broritnin se shqiptari mirë është shqiptari vdekur. Edhe pse ka kaluar më shumë se një javë, Komisioni Disiplinor i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut ende nuk ka një vendim. Ky nuk është rasti i vetëm i koreve anti-shqiptare në stadiume. Një gjuhë e tillë kohëve të fundit filloi që nga ndeshja e basketbollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë e vlefshme për para kualifikimit e kampionatit botëror. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti inauguron fillimin e punimeve për rihabilitimin e rrugës rajonale Kijev-Malishev. Projekti përfshin 11 kilometra rrugë me një vlerë prej 2.3 milion euro. I pranishëm në ceremoni, ministri i infrastrukturës Dimal Basha tha se bëhet fjalë për rihabilitimin e plotë të rrugës. Ne kemi bë hartimin e komplet projektit dhe tani po rehabilitohet e tërë rruga për 11 kilometra. Segmenti i por prej 8 kilometrave është kontrota e por, pastaj do jemi në procedura edhe për segmentin e dytë për 3 kilometra tjetër. Punimet pritet të përfundojnë brenda 225 ditëve dhe projekti synon rritjen e sigurisë në trafik, uljen e kostove të transportit dhe përmirësimin e infrastrukturës për banorët e zonës. Kryeministri i detyrë i Kosovës është treguar kritik për vendimin e gjykimit të dhomave të specializuara të Hagës ndaj shkrerëve të UÇK-s. Sipas kryeministrit Albin Kurti, sot Kosova ka nevojë për gjykata normale dhe jo gjykata speciale. Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Mirë po, amandamentimi numër 24 i Kushtetutës me 3 gusht të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike dhe që të gjitha këto tash janë pasoja. Ai tha se beson në pavajsinë e shkrerëve të UÇK-s dhe të luftës për liri. Ne besojmë në drejtësinë e UÇK-s dhe në pafajsinë e krerëve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbahen në burg padrejtësisht në Hagë. Bordi i transparencës ul çmimin e naftës në Shqipëri me 10 lek. Tregtohet me 196 lek për litër, ndërkohë benzina do të shitet me 180 lek për litër ose 4 lek më pak. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet të çmimeve të shitjes, referuar aktit normativ për aksizat në Republikën e Shqipërisë. Në rast se çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin është më i lartë se 220 lek për litër, apo për benzinën më i lartë se 200 lek për litër, zbatohet niveli 80% i aksizës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.